Largimi i Eglit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri ka shkaktuar shumë reagime. Gjesti është ai që ka përjetuar më shumë dhe madje ka vendosur të dërgojë një mesazh Eglit dhe familjes së saj. Inshallah më kupton dhe ti mua pse unë kam pasur ngarkesë të madhe, pse jam ndjer keq. Nuk kam dashur që ti të smurësh prej meje. Prej meje ke të gjitha, true story. Unë di që do të dëgjosh këtë mesazh. Të kam thënë çfarë kam mundur, ndonjë fjalë të mirë, ndonjë batutë me qesh. Të kam mësuar si të sillesh me këta brenda. Të kam thënë se nuk kam mëshirë për ty, as ti të mos kesh për ta. Jam munduar ta shpjegoj. Ke pasur kokën e budallicës, por unë e di që ti mund të përmirësohesh. Të kërkoj falje. Jashtë do të takoj, do flasim, pse edhe unë kam bërë veprime të pakontrollueshme, kur me mendimin për të bërë keq. Kam ditë me luajtur ndafilin nëpër shtëpi, sa kam mundur, por jo. Ta kam thënë në fytyrë, nuk kam ndjenja, siç duhet të kem për një femër me jetu me ty me pas familje. Të kërkoj falje dhe familjes tënde. Ndoshta kam bërë gjeste pa lidhje, nuk e di as unë se çfarë përbëj këtu brenda. Të gjitha gjërat që kam bërë ishin pasi nuk doja të ishim në këtë pikë. Shkaktari jam unë, prej meje, që më ke dashur shumë dhe ke bërë si e çmendur. Nuk kam dashur që të shkonim deri në këtë pikë. Nuk kam dashur që ti të lëndosh veten dhe nëse nuk ma fal, unë e marr dënimin prej Zotit. Ishte mesazhi i gjestit. Nga ana tjetër, na duhet të themi se pas largimit të Eglit, Gjesi u pa duke biseduar me Rozanën në oborrin e shtëpisë, ku i shprehu mendimin e tij për situatën. Ai tha se kishte pasur në plan që ose ai, ose Egli do të largohej nga shtëpia dhe sipas tij, Egli bëri mirë që doli. Gjesti shpjegoi Rozanës se kishte vërejtur disa shenja që tregonin se Egli po kalonte një moment të vështirë. E kom ditë që del. A din se kur shkova te banjo e pava një herë këtu të vjell? Kur gjona ka pas me vjell. E kuptoj kur është e vjella dhe e dija që ka prej stresit, prej nervozisë që nuk folke asgjë, deklaroi Gjesti. Ai më tej shtoi se kishte vërejtur se Egli po ndihmonte veten dhe për këtë ai e konsideroi largimin e saj si një vendim të duhur. Unë sot e pata njet, jo ajo, ja unë këtë shtëpi, pasha një zot po, nuk shkon kështu Rozi. Të hapë që i ka bërë i kam ditë ku kanë me pru, pasha një zot. Nuk do të thotë që vetëm se nuk qet lot, nuk mërzitesh, deklaroi Gjesti. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.